Pa marrëveshje politike, ne votojmë asnjë kandidat. Po kjo është një strategji fatkeqësisht e asaj ndrime të pozicioneve të lëvizjes vendosje, e cila në pjesën përmbajtësore të kuvendit dhe të plotësimit të Kushtetutës së Kosovës as nuk duhet të ndodhte dhe as të ishte pjesë e debate politike ku e lëndon shtetëndërtimin e Republikës së Kosovës. Ajo sjellje e tyre tash kemi edhe në vendim të gjykatës kushtetuese, pakoja është pjesë e konsenzusit politik që është bërë në paraprgatitjen e partive politike edhe të strukturës së kaluar të kryesisë dhe besoj dhe shpresojmë që gjithçka do të jetë konform vendimeve edhe të deputetëve, por edhe të grupeve parlamentare. Zemaj ta qartësojmë, do ta votoni kryetarin e kuvendit, konstituimin e kuvendit dhe përbërjen e qeverisë, kabinetit qeveritar të zotit. Unë thash që ne do të marrim pjesë në votim, votimi është i hapur, janë 3 minuta të votimit për kundër dhe abstenim. Cilën do ta zgjedhni? Ne do ta zgjedhim atë cilën e kemë përcaktuar. Thash që pa marrëveshje politike nuk votojmë. Bie kundër. Marrëveshjet politike sigurisht. Faleminderit.